أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falendrojmë se çdo herë dhe madhrojmë Allahun e lartësuar, çojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar, për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë muslimanët e muslimanë dhe ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Në derset e kaluame kemi folë për muajin e bekuar të Ramazanit. Çfarë do të më pat parasysh gjatë muaji? Kemi folë llojet e agjërimit, llojet e agjëruesit. Edhe deri që tash jemi këshillu me ato se çka do të më vepru gjatë këtij muaji. Në takimin e sotëm kemi me fol se si ka vepru ky umet në muajin e Ramazanit. Mënyrë që këtë ato që i kemi fol, mos më na met vetëm fjalë në ajër, po me pas se ka pa disa burra për këtij umetit që ato këshilla që na i kemi dhënë derset e kaluame i kanë vendosur në praktikë. Edhe për me tregu që këto këshilla nuk janë të zërshme për me realizu, mirë po janë diçka që ky umet ka jetu me to për shekuj me radhë. Ramazani për të parët e këtij umeti edhe për të parët tanë ishte sikur ai musafiri i begat. Sikur ai musafiri i bereqetshëm që të ka marrë malli për ta. Edhe kur afrohej ky Ramazan, të parët e këtij umeti e prishin me mallëngjim. Ka ardhur transmetim se Omeri radiallahu anhu kur vinte Ramazani thoshte: "Marhaban bi mutahhiruna min adh-dhunub." Merhaba, mirë se na vjen, o ti që na pastron neve prej mëkateve. Kur vinte Ramazani, Omeri me plot mallëngjim thoshte: "Marhaban bi mutahhiruna min adh-dhunub." Mirë se na vjen, o ti që na pastron neve prej gjunaheve. Ramazani për të parët tanë, të nderuar vëllezër, nuk ka qenë muaj total ndryshe për muajve tjerë. Nga sa ata kanë falë, kanë agjëru, kanë bërë vepra të mira edhe jashtë në muajit të Ramazanit. Mirë po për ta Ramazani thjesht ka qenë muaj në të cilën u shtu doza e adhurimit. E kjo vlen që nga zotëria e këtij umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas e përshuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur se transmeton Buhariu, thot: "Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu an-nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Thot Abdullah ibn Abbas, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu më bujar. Nuk kemi pa njeri më bujar edhe më dorëshlir se sa pejgamberi alayhis salam. Mirë po thot: "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Mirë po hala më bujar bëhej në Ramazan. Akoma më bujar bëhej në Ramazan. Muni me paramendu bujarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu: "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat faqala la." Asnjëherë nuk ka ndodhur që pejgamberi alayhis salam ti kërkohej diçka e ai të thoshte jo. Aq bujar ka qenë, thot sa që asnjëherë nuk ka ndodhur që pejgamberi alayhis salam ju lyp diçka, më ju kërku diçka, e ai më i thon jo. Nëse ka pat, e ka dhënë, nëse nuk ka pat, i ka dhënë fjalë të mira. Ky njeri kaq bujar, ose sikur se transmeton Sahl ibn Sa'd, thot ishim me pejgamberin alayhis salam në xhami. Edhe erdhi një grua e cila ja kishte qepur pejgamberit alayhis salam një gjydbe burde, një gjydbe të trash. E pejgamberi alayhis salam thot ka pat shumë nevojë për ta. Edhe kur po e merr pejgamberi alayhis salam gjydbën e re, edhe i vezullonin syt për gjydbës që e mahniti pejgamberin alayhis salam, i pëlqej shumë, pejgamberi alayhis salam me nxitim shkon e largon gjydbën e vjetër edhe vesh atë të re. E largon atë gjydbën e vjetër që ka pa të harnosur, edhe e vesh gjydbën e re, gjydbën e trash që ja kishte kep gruaja që ja bëri hedije pejgamberit alayhis salam. Kur del pejgamberi sa me gjydbën e re, del edhe i shikon shokët e tij në sy. Sikur ka prit që ata me i dhanë komplimente,
sikur po shikon reagimin e shokëve tij se apo i rrin mirë gjyet vija e re. Atë njëri pe të pranishmëve, njëri pe sahabëve, ngritet dhe i thot: "Ja Rasulullah, atini iyaha." O i dërguari i Allahut, a ma jep këtë gjytve. Pejgamberi sa hiç pa ndryshuar çehria, e largon gjytven pi trupit vet. Edhe nuk e lën hiç me ngroh trupit i tij. E largon gjytven, ja jep edhe kthehet në shtëpinë e tij, e vesh gjytven e vjetër. Kur hyn pejgamberi sa me vesh gjytven e vjetër, sahabët i thonë këtij sahabiut: "Po pse lype? Pejgamberi sa ka më shumë nevojë se sa ti." Thot: "Pasha Allahun e lypa vetëm me lan si qefin për veti kur të vdes. E lypa që më mbështjell me atë gjytve me të cilën është mbështjell trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Pra, mundi me paramenu bujarin e pejgamberit alaihi salam. Thot Abdullah ibn Abbas: "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Hala ma bujar bëhin Ramazan. Qa ka mujt mu bë ma bujar një njeri që teshën e trupit e ka dhënë sadak? Akoma ma bujar, ka thonë Abdullah ibn Abbas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëhej në Ramazan. Mundi me paramendu në një Ramazan pejgamberi alaihi salam i ka dhënë sadak vetëm një njeriu 3000 deve. Kur e ka shiru Mekën, ka qenë Ramazan. Pejgamberi alaihi salam vetëm një njeriu, Ebu Sufjanit me 2 djemve të tij, ja jep 3000 dele. Ka pat sahabi që i ka dhënë deve, kuaj, ka dhënë pasuni pejgamberi sa pa ndal dorën. Në fund me devën e tij Kaswan është kthy në Medinë, e nduart e tij e ka pat vetëm shkopin e tij. Edhe thoshte: "Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah." O Zot, jetë e vërtetë është vetëm jeta e ahiretit. Jetë e vërtetë është jeta e ahiretit, jo kësaj bote. Tash ky njeri akoma ma bujar thot është ba në muajin e bekumtë të Ramazanit. Tash muj me ba një pyetje: përse? Përse pejgamberi alaihi salam akoma ma bujar është ba në Ramazan? Përgjigjen e gjajmë prapë në fjalën e Abdullah ibn Abbasit. "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." E akoma ma bujar bëhej në Ramazan kur e takonte Jibril. Fejetadarës al-Kur'an, e përsëritnin Kur'anin. Ai e ka shtu bujarin e tij sallallahu alaihi wasallam shkaku i bereqetit të Kur'anit. Kështu që të parët tanë, në krye me pejgamberin alaihi salam, Ramazanin, fillim edhe mbarim, e kanë lidhë me Kur'an. Edhe vetë bujaria pejgamberit alaihi salam, që pas ka qenë e pa shoq edhe jashtë Ramazanit, e që në Ramazan ka qenë shumë fish e shtume, ketë lidhet me Kur'an. Thot Abdullah ibn Abbas, e akoma më shumë bëhej më bujar në Ramazan. Për shkak se përsëriste Kur'anin me Gjibrilin. Shiko dhe Allah që shë përshkun mujin e bekum të Ramazanit. Thot Allahu: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muji Ramazan është ai muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani. E ka bashku Kur'anin me muajin e bekum të Ramazanit. Muaji Ramazan, tha Allahu, e ka një begati të madhe, nga se brenda ti ka zbrit fjala Allahut, ka zbrit Kur'ani. Kështu që ky bereqet, agjerime që e bajmë, sadaka, namazin natës, neve na lidhet krejt me Kur'anin. Edhe të parët tanë kështu ja kanë bajë. Imam Zuhriu ka qenë mësuesi i Imam Malikut. Ky kur vjen te Ramazani, i merr të letrat që i ka pas hadithet e shkruame, edhe i ka palos. Edhe i ka vendos anash. Edhe thoshte: "Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Tash ka ardhur koha me lexu Kur'an edhe me dhon ushqim të tjerëve. Pra muji Ramazan po thotë nuk është muji i haditheve. I ka dhënë hadithet anash, ka thënë tash ka ardhur koha me marr librin e Zotit përpara neve edhe me i dhon ushqim të tjerëve. Po ashtu nxënësi i tij, Imam Maliku, kur vinte muaji Ramazan ikte prej tubimeve të hadithit. Kur i shihte njerëz të tubum duke transmetuar hadithe, Imam Maliku, që jetën e tij ka kushtuar hadithit, në Ramazan ka ik prej tubimeve të hadithit. Edhe thoshte: "Innama Ramadan shahrul Qur'an."
Ramazani është muaji i Kuranit. Ramazani na duhet me lidh vetëm me Kuran. Sufjan al-Thauriu, të gjitha adhurimet e tina i ka lanë kur ardh muaji Ramazan, edhe ju ka përkushtuar librit të Allahut. Andaj, të nderuar vëllezër, ibadeti më me rëndësi që mund është me bën Ramazan është me hap librin e Zotit përpara teje, edhe me lexu qoftë edhe një ajet të tij. S'ke me gjetë ibadet më me vlerë, edhe nuk e me gjetë ibadet që ka me ngrit më shumë se sa leximi i fjalës së Allahut. Kanë thënë dietarët, muaji Ramazan u kon sikur se krejt muajt e tjerë, muaji i rëndëmt, deri kur ka zbrit Kurani. Kështu është bë zotëriu i muajve. Nata Kadrit ka qenë sikur se krejt natat e tjera. Me zbritjen e Kuranit është bë më e vlefshme se sa 1000 muaj. Pejgamberi alayhis ka qenë një njeri i thjeshtë, derisa i zbriti fjala e Allahut, Iqra, lexo, i zbriti Kurani. Kështu është bë vula pejgamberëve. Edhe ky umet ka qenë sikur se krejt umetet e tjera. Kur i zbriti Kurani, është bë umeti më i dallum edhe më me vlerë në sipërfaqen e tokës. Edhe na, nëse në zemrën tonë, edhe në shpirtin tonë kemi me marr Kuranin, kemi me pa bereqetin e madh të tij. Andaj në muajin e bekum të Ramazanit, mundohu që krejt adhurimet e tua me i lidh me Kuran. Krejt ibadetet e tua me u lidh me librin e Allahut. Shiko pejgamberi sa në hadith, bashkon mes Ramazanit edhe Kuranit. Thot pejgamberi alayhis salam, innama al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani li 'abdin yawm al-qiyamah. Me të vërtet Kurani edhe agjërimi kanë me ndërmjetësu për robin ditën e Kiametit. Agjërimi, thot pejgamberi alayhis salam, vjen tek Allahu edhe i thot, o Allah, unë e kam lënë në robin tënd pa ushqim edhe pa pije për gjatë ditës. Dërsa vjen Kurani e thot, o Allah, unë e kam lënë në robin tënd pa gjumë gjatë natës. I ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjërimin edhe Kuranin. Kështu sahabët e kanë lidh në muajin e bekum të Ramazanit çdo gjë me librin e Zotit. Pejgamberi alayhis salam ishte një natë duke ecë, edhe mundi me i paramendu shtëpia të asaj kohe, kur duke ecë gjatë natës, po e dëgjon një zë duke lexuar Kur'an. Po e dëgjon njërin prej shokëve të tij nga brenda shtëpisë duke lexuar Kur'an. Pejgamberi alayhis salam i pëlqeu zëri i tij. Edhe ul. Po e dëgjon Abdullah ibn Mesudin, shokun e tij duke lexuar Kur'an. Abdullah ibn Mesudi lexonte brenda shtëpisë, pejgamberi alayhis salam e dëgjonte nga rruga. Kur e kryen Abdullah ibn Mesudi leximin e Kuranit, i ngrit durt nalt. Edhe fillon me u lut. Pejgamberi alayhis salam prej rrugës i thoshte, sel tu'ta, lyp çka të duash se t'u jap. Lyp se t'u dha. Shkaku i bereqetit të Kuranit. Lyp çka të duash se t'u dha. Sahabët aq që kanë vlerësuar Kur'anin, sa që kanë jetuar me ta, e kanë përjetuar bereqetin e tij. Madje jo vetë sahabët, edhe mushrikët, edhe pabesimtarët. Pabesimtarët mundi me paramendu Ebu Bekrit, ja kanë ndaluar me lexu Kur'an përpara grave dhe fëmijëve. Pse? Kanë thonë po i mahnit, po i bën magji, e ata po pranojnë Islamin. Aq që kanë të mahnitën me Kur'anin. Sa që i pari që ka marrë guxim me lexu Kur'anin haptazi, ka qenë pikërisht Abdullah ibn Mesudi, i cili del përpara mushrikëve të asaj kohe, edhe lexon surën Ar-Rahman, sa që ngritën pabesimtarët, edhe Rahin, edhe Abu Jehli ngritet të ja prej njërin vesh. Mirë, po nuk e ndal surën derisa përfundon surën Rahman. Jun friksu edhe ata nga ndikimi i madh edhe nga bereqeti i madh i Kuranit. Krejt na dim natën e Kadrit. Nata e Kadrit për cilën Allahu ka thënë është më e mirë se sa 1000 muaj. Çka ndodh në atë natë? Allahu tha tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Atë natë zbresin krejt me lajket, war-ruhu, dhe zbret edhe Gjibrili. Pse zbret Gjibrili natën e Kadrit? Spari nata e Kadrit, ka diskutim se çka i bjen nata e Kadrit, e që mendimet e dietarëve dy janë kryesorët. Thuhet është të quajtur nata e Kadrit
për shkak që vjen nga fjala qadr, caktim. E në të caktohet çka ka më ndodhur për një vit. Mirë po thuhet edhe vjen nga qadr që i bjen ngushtim për shkak të numrit të madh të melajkëve që janë tokë në atë natë. Aq është numri i madh i melajkëve në tokë në natën e Kadrit, saqë ka ardhur në transmetim, është më i madh numri i melekëve se sa numri i goraletëve. Tash po thot Allah, jo vetëm melajket, war-ruhu, atë natë zbret edhe Xhibrili. Xhibrili pe kur ka vdek pejgamberi alayhis salam, tokën e viziton vetëm një herë në vit. Ajo është vetëm në natën e Kadrit. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Ai zbret hatri Kuranit. Ai zbret edhe i sheh besimtarët në safa, duke lexuar çat Kur'an që ka përsërit ai para 1500 vjetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai zbret vetëm bereqeti i Kuranit. Kështu që këtë ky muaj na lidhet me një ibadet që është shumë e rëndësishme e që është Kurani. Ai i sheh këtë umet të përkushtuar ndaj librit të Allahut. E sheh Kuranin në duart e atyre që tha Allahu, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. E këtë libër i alam në trashëgim atyre që i dalluam prej robërve tanë. E sheh Kuranin duart e këtij umeti. Andaj ibadeti më me vlerë që mujna me bë në këtë muaj është adhurimi ose ibadeti i leximit të Kuranit. Pastaj traditë e të parëve tanë të mirë është në këtë muaj kanë bë ibadete haptazi. Nuk i kanë fsheh adhurimet. Për dallim prej muajve të tjerë. Për shembull pejgamberi alayhis salam namazin e natës e ka fal në dhomën e tij. Mirë po në Ramazan çka ka bë? I ka afru shokët e tij, edhe i dalë dhe i ka prisi imam në namazin e taravive. Masane e ka ndalë, shkaku që është friksu se mos po bëhet fars. Deri në kohën e Omerit, Omeri prapë i ka bashku musliman, edhe i kanë falë taravit zbashku me xhamat. Mirë po pse? A nuk i shkon më mirë gjithë se cili më u falë vetë mazi? Pse më u falë me xhamat namaz natë? Se namazi taravis është namazi natës. Kur bereqeti namazit të natës është kur falet njeriu fshehur azi, kur nuk të sheh madje as familja jote. Për këta dietarët e kanë dhënë një shpjegim mjaft interesant që na shkurtimisht kena me përmend. Spari, cili është ibadeti ose cili lloj adhurime është më i zërshëm për njeriu. Ibadeti më i zërshëm është ai ibadet në të cilën nefsi nuk ka hisën në të. Janë do ibadete që nefsi ka hisën në kryerjen e atij adhurimi. Për shembull, me shku në xhami me fal namaz, na bajna për hir të Zotit. Mirë po nefsi mundet me gjetë ndonjë kënaqësi gjatë kryesjes së atij adhurimi, që ata edhe nuk bën fërtelash. Shkon në xhami se nefsit i vjen pak më lehtë. Ose nefsi mundet me pat hisë edhe në dhënien e zakatit, ose në shkurjen haxh, dhënien e sadakës, nefsi mundet me gjetë diçka për kënaqësive. Mirë po janë disa adhurime vëllazën që nefsi nuk ka hisën në to hiç. Ato janë adhurime që kryhen fshehurasi. Thot Allahu në surën Sajde. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Për banorët e xhenetit, askush nuk e di çka kum përgatit për ta. Jazaan bima kanu ya'malun, si shpërblim për ata që kanë punu. Për kanë vlen ky shpërblim? Na tregon ajeti paraprak. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Natën janë ngrit fshehur azi për namaz natë. Për nefsin, adhurimi që kryhet fshehur azi, që nuk ka nefsi hisën në to, është shumë i rëndë. Për ata mundi me e bë me men, pse pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar me xhenet, atë njeri i cili kur është vetëm çan për hir të Zotit. Se nefsi nuk ka hisën në atë adhurim. Ose për atë që ka dhënë sadak me të djathtën, e nuk e din e majtë ati. Ose edhe për agjerimin, es-saumu li, ka thënë Allah, agjerimi bëhet për mua, është adhurim që kryhet fshehur azi. Kështu që për nefsin, adhurimet më të rënda janë ato që nuk ka hisën e to. Edhe shkaku i dytë, pse adhurimet edhe ibadetet janë të rënda për nefsin, është shkaku se ato kryhen në vetmi. E kur adhurimet kryhen së bashku, për nefsin bëhen më të lehta. Për shembull,
Shiko çka i thot Allahu pejgamberit alayhis salam në surën Sad. Isbir ala ma yakulun, dura për atë se çka po të thonë të tjerët. Wadhkur abdana Davude, dhe kujtoj e robin ton Davudin. Çfarë lidhje ka Davudi tash me ato që Allah po i thot dura për atë se çka po të thonë? Dura se edhe të tjerët janë sprovuar me ato që janë sprovuar ti. E kur njeriu i sheh edhe të tjerët që janë sprovuar me ato që u sprovuaj, i lehtësohet pak. Ose pejgamberi alayhis salam kur e kanë rëndu me fjalë çka ka thënë, rahimallahu akhi Musa. Allahu mëshiroft vëllain te Musain. Edhe ai është rëndu me fjalë madje edhe më shumë për ka duru. Pra në natyrën njerëzore, kur i sheh edhe të tjerët, qoftë në ndonjë fatkeqësi, qoftë në kryerjen e ndonjë prej ibadeteve, i lehtësohet atij gjendja në të cilën e ka. Madje Allahu përmend për banorët e xhehenamit. Thot Allahu, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Ata do të rënkojnë në xhehenam, wa hum fiha la yasma'un, dhe nuk do të dëgjojnë asgjë. I shtohet dënimi banorëve të xhehenamit kur nuk e nin askën tjetër duke u dënuar. E dëgjojnë vetëm veten e tyre. Wa hum fiha la yasma'un, ata nuk do të dëgjojnë asnjë zë përveç zërit të tyre. Ja shton Allahu dënimin. Pse? Se kur ti dëgjojnë tjerë duke u dënu, është një lloj lehtësimi. Mirë po, Allahu për mjashtu dënimin e bën çaj me ja dëgju zërin vetëm vetvetes. Pra njeriu kur i sheh të tjerët në gjendjen në të cilën është ai, i lehtësohet. Andaj pejgamberi alayhis salam edhe sahabët adhurimet që normal është dashur me kry fshehur azi, në Ramazan i kanë bë haptësi. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruan Aisha, thotë se si ka qenë gjendja e pejgamberit alayhis salam në 10 ditën e fundit, ajo ka thënë, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai që e shtrëngon të rripin e tij, e gjallëron të natën e tij, edhe wa ayqadha ahlihi, e ka ngrit pe gjumit familjen e tij. Në këtë muaj nuk ka me bëj ibadet veç vet. Këtë muaj do të me bëj adhurim së bashku. Këtë muaj taravih do të me i falë së bashku. Mënyrë që me na u lehtësu neve kryerja e adhurimeve. Kështu që besimtarët e parë, adhurimet në këtë muaj kanë bë haptazi. Mënyrë që me ndiku të tjerët edhe me ndiku të rrethi vetë. Andaj thot Allahu, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dhe për këtë le të garojnë garuesit. Pra Ramazani është një lloj gare që duhet me na shtyje drejt garimit me njëri tjetrin. Pra të parët tanë ishin ata që Ramazanin e kanë lidhur me Kur'an, i kanë shtu punë e mira edhe kanë bë punë të mira haptazi. Është një pikë tjetër që neve na dallon pi të parëve tanë në çështjen e Ramazanit. Ata Ramazanin e kanë përjetuar sikur me pasin i fundit. Për dallim prej neve që Ramazanin nuk e konsiderojnë as si të tillë. Bile mundi me vrej që në fillim gjendja emocionale në Ramazan është në nivel tjetër, ndërsa masi të kalojnë disa ditë, e sheh paksimin e safave, e sheh humbjen e vullnetit, për shkak që nuk e përjetojnë Ramazanin sikur se me kanë i fundit. Për dallim prej gjeneratave të para që çdo ditë të Ramazanit, madje edhe çdo çast e kanë vlerësuar sikur se me kanë i fundit. Andaj thot njëri prej dietarëve, ya rubba sa'ima lan yasuma wa ya rubba qa'ima lan yakuma. O ti që ka agjëru, ndoshta kur s'ka me tar dita me agjëruma. O ti që u falë natën, ndoshta kur s'ke me mujt me falë namaz natën. E kanë vlerësuar sikur se me kanë Ramazani i fundit. Andaj edhe janë për vjell adhurimit. Kështu që është detyre jona që me i kujtua të planet e paralizuara të Ramazanit kaluam, edhe këtë Ramazan me shfrytzu sikur se me kanë i fundit. Një Ramazan i shfrytzuar sikur se dohet, në ditën e Kiametit peshon shumë. Peshon rënd. Xhabiri radiallahu anhu thot i kanë pa dy shok, e kanë pranuar Islamin në të njëjtën ditë. Edhe kanë bë gara me njëri tjetrin në punë të mira, derisa thot njëri prej tyre vdes shahid në rrugën e Zotit, vdes në luftë. Thot tjetri jeton edhe një vit, e mas një viti smuret edhe vdes në shtratin e tij.
Kur vdes ky i dyti, thot e kam pa në ëndër. Edhe po i thom, cili ja keni kalu tjetrit? Atëherë thot e kam pa që ky që ka jetu edhe një vit, edhe ka vdek në shtratin e tij, ishte një shkallë më lartë se sa shahidi. Një derejgje më nalt se sa ai që ka vdek në rrugën e Zotit. Edhe i çuditën shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E i thashoj dërguari i Allahut, çudi, thot ky ka shku shahid, ndërsa në ëndër e pashë ky i dyti është një derejgje më nalt se sa ai. Përgjigjja e pejgamberit alayhis salam ishte: "Elem yudrik Ramadan." A se ka zonë ky edhe një Ramazan më shumë? Fa walladhi nafsi biyadihi. Pasha atë në të dorën e të cilët është shpirti im. Distanca mes tyre dyre është sikur se distanca mes qiellit dhe tokës. Për shkak që e ka zonë një Ramazan më shumë, ka agjëruar një muaj më shumë, ka fal namaz natë më shumë, kështu që një Ramazan i tillë kushton shumë në ditën e Kiametit. Ramazani do të më na ndryshu që ditën e parë. Transmeton prap Xhabir radiallahu anhu, thot: "Idha sumta falyasum sam'uk." Kur të agjërosh, le të agjëron edhe dëgjimi yt, edhe syri yt, edhe gjuha jote për të ndaluarve. Thot: "Wal yakun alayka waqarun wa sakina yawm siyamik." Edhe dalloje ditën e agjërimit. Edhe le të ketë dita jote që i agjërushëm një qetësi edhe dinitet, edhe asesi thot mos e lejo që dita jote Ramazanit me kanë e njëjta me ato jashtëti. Në këtë muaj do të me realizu ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa'arullaha min anfusikum khaira. Tregojani Allahut anën tuaj të mirë. Nëse në këtë muaj nuk e dhojna mundin ton maksimal për me i tregu Allahut anën ton të mirë, kur kena me tregu? Kështu që në këtë muaj rendje lip që me i lan anash kërkesat e nefsit ton, edhe me sakrifiku pak hatri i Zotit ton, mu afru me Zotin në këtë muaj të bekum të Ramazanit. Me ban shembull pejgamberin alayhis salam, i cili kur vinte muaji Ramazan e gjente një skaj në xhamin e tij, edhe e rrethëkonte me një hastër të asaj kohe. Thosë kanë thënë sahab, e shihshin pejgamberin alayhis salam kur ishte në këmbë duke u fal. Ndërsa në ruku edhe në sejdë, thot nuk shihej. Shkaku i hastërës me të cilën e rrethonte vendin e tij. Edhe ato kanë drejt. Edhe ka bëj ibadet për gjatë tërë muajit të bekum të Ramazanit. Kështu që në këtë muaj është mirë edhe na me gjetë një qoshe dikon në shtëpijat ose xhamit tona, me shtu lidhen me Zotin, edhe me i bë Zotit ibadet, ndoshta për disa prej neve mundet me qetë Ramazani fundit. Lutem Allahun që më na lehtësu pritjen e muajit të bekum të Ramazanit, pastaj na lehtësoj agjërimin edhe kryerjen e veprave të mira, edhe të na i pranoj ato adhurime, dhe të na i vendos në përshkruajtjen e veprave të mira, e inshallah Allah na mundson që në xhennet të thirremi nga dera Er-Rayyan, ajo derë në të cilën hyn agjëruesit, e cila mbyllet dhe më nuk hapet asnjëherë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.